Sa bukur! Me që është e diel sot, unë kam vendosu të bëj një ëmbëlsirë të shëndetshme, sepse dhe shëndet ëmbël e kemi mbyllur sot, kështu që duhet të sajohemi në shtëpi. Dhe thash, po e ndaj me miqtë e mi të YouTube-it, një recetë fare të thjeshtë, mund ta bëni çdo herë që ju shkon mendja për të ngrënë diçka të ëmbël, por nuk doni të hani sheqer, doni që kjo gjë ëmbël të jetë e shëndetshme, në të njëjtën kohë t'ju heqi edhe atë të shirën që pjesa më e madhe prej nesh e kam për të ëmbla. Do t'ju duhet gjalp pistakjo, gjalp kikirikash, fistëk ose pistakjo, tërshër, sa më e bluar aq më mirë, mjalt dhe çokoladë e zezë. Sa më e zezë aq më mirë. Procesi është fare thjesht. Të gjitha këto përbërësit, ose pjesën më të madhe të tyre, do t'i hedhin dhe do t'i përziej me njëra tjetrën. Mund ta bëni këtë duke i hedhur në taze, duke i përzier me një spatull, por unë preferoj që ta bëj me këtë blenderin sepse është më e thjeshtë. Unë shplava fillimisht sepse kisha ca kopa përdorur, me thënë drejtën që kur kemi hapur shëndet të ëmbël, kur duam diçka të shëndetshme, një ëmbëlsirë të shëndetshme, i marrim atje ëmbëlsira dhe unë kam shumë kopa gatuar dhe ta bëj ëmbëlsira në shtëpi. Dhe këtë zakonisht e përdor për ëmbëlsira, pikërisht kur bëj gjëra që janë në masë të vogël, sepse kam edhe blenderin apo si quhet, kombinat. Ka pas të mami kur kemi qenë të vogla, që e ka marrë që në fillim viteve 90. Dhe unë shpesh them kombinat, se blenderi është ndryshe në fakt. Dhe po thoya që nuk e kisha përdorur prej disa kohësh se kam bërë ëmbëlsira në shtëpi, po ja, sot po bëj. Fillimisht mbushim një fixhan çaj nga tërshëra që ju thash, që duhet jetë sa më e bluar dhe sa më e imët dhe sa më e hollë, çfarë sinonimesh të tjera ka për këto fjalët. Unë për të shkurt edhe për lehtësi dhe për ju që mos rrini të masni me gramaturat e kështu, po i them me lugë dhe me fixhan po i bëj matet, pra jo me gram, se e di që një pjesë për tonë, një pjesë nuk kanë as peshore. Do ta hedhim këtu te mikseri. Këtë fixhanin e Poca University pse e kam, domethënë nuk e di. Se nuk më lidh asgjë me këtë universitet. Do vazhdoj me 2 lugë gjelle me festek ose pistakjo ose pistachio. Do vazhdoj me 2 lugë gjelle me gjalp kikiriku. Një shtaz. 2 shtaz. Do vazhdoj me një lugë gjelle me gjalp pistakjo, krem pistakjo. Në fakt e pas kam drejt fundit edhe nuk po e mbush plot sepse ky kremi do më duhet më pas edhe për mbushjen e ëmbëlsirave që do bëj. Do vazhdojmë dhe me gjysmë lugë gjelle me mjalt. Dorën e kam të larë, kështu që kurse një komente për këtë pjesë. Normalisht të do lepim, do lem dorën. Po hodhëm të gjitha këtu dhe janë gati për të përzier. Kem pasere, e hapim dhe shikojmë se mos ka ngecur ndonjë çik nga kjo masa e formuar te kanët, ja, si në këtë rast. Përpiqemi ta heqim me lugë. E mbyllim sërish dhe vazhdojmë të pak procedurën, sepse duket se ka të nevojë për pak, që të bëhet më kompakte masa. Dhe ndërkohë nepsin nuk më lë, kështu që do ta provoj. Më e disë, më në bëj vazhdimisht këtë, po. Okej, them se masa është në rregull, tani vazhdoj me procedurën tjetër.
Në këtë pikë do na duhet përdorim duart, nuk kemi nga shkojmë. Do marrim masën e krijuar dhe do t'i japim formë me dorë. Fillimisht do t'i japim një formë si petashuqe, po them, të drejtë, pra jo rrethore, përçka se ëmbëlsira finale, forma finale do jetë rrethore. Ja, do jetë kështu. Duket këtë formë. Nuk e di në duket e kamera. Dhe do vazhdojmë. Do marrim pistakjo me luk. Do ta vendosim sipër. Dhe do e marrim sërish formën e krijuar dhe këtë herë do ta bëjmë rrethore. Dhe kremi do qëndroj brenda, ndërkohë që këtyre japim formën e topave. Da. Ja. So cute. Nice. Patjetër që këto mund t'i bëni me mbushje të ndryshme, pra unë tani do të mbush, meqenëse nuk kam shumë siç thash gjalp pistakjo, se më kam mbaruar. Do i mbushim me gjalp kikiriku, po do t'i mbush kam edhe gjalp kajsus, kam edhe gjalp bajame, pra çfarë lloj gjalpi arroresh që të keni në shtëpi, është shumë okay. Ja. Unë tani nuk do ta tregoj gjithë procedurën, se kuptuat pak a shumë, kështu që ta mbyll kamerën dhe thjesht në fund, kur të jenë gjithë topat gati, do ju tregoj. Ja ku janë, me masën që ju tregova janë bërë 8 rrath, sepse edhe pse janë të shëndetshëm sërish, unë përpiqem t'i bëj me pak sasi, se prap kalorit kanë edhe e di që po t'i kem aty në frigorifer, do i ha pa e frenuar tot veten. Ajo që do bëjmë tani është në banja Mari do vendosim çokoladën e zezë për të shkrirë. Dhe na duhet për hapin final të ëmbëlsirës. Okej, çokolada thuaj sa ka shkrirë. Dhe ndërkohë që ajo shkrin e plot, ne marrim ja këtë që është më e madhja. Marrim rrafet e i lyem. Voilà. Vazhdojmë në rraf me të gjithë. Ja, ku i kemi bukuroshet. Ndërkohë këtu ka marrë disa stek dhe do t'i shtyp që t'ja hedh sipër. Sa bukur! Tani unë do t'i fus në frigorifer për diku të 10 minuta. Nuk duron dot. 10 minuta vetëm dhe do t'i shijojmë. Mine all. Amara. Jo nuk janë gjitha tuat, për vetëm një shpirt. Merë një moj. Shumë pak një. Të kësha sjellin fasolek, pa? Më hoj hangër gjitha. Okej, tjetrën më vonë tani mbaro kursin e kinesçes edhe e ham bazbuke, okej? Paçim. Patjetër që do e provoj. Do ha, domethënë edhe unë.
Tomi do vish ti? Bëjni se jam spektakël. Më ishe bëra vetëm 8 se